Jemi rikthyer sërish në studio dhe diskutojmë tani për sektorin e turizmit në vendin tonë, parë në një tjetër këndvështrim, në këndvështrimin e të ardhurave, sepse Altax ka bërë disa përllogaritje, ka bërë një analizë në lidhje me të shquajturën asimetria fiskale në sektorin shqiptar turizmit. Më gjërësisht diskutojmë me zotin Eduard Gjokutaj, ekspert fiskal drejtues i Altax. Zoti Gjokutaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Atëherë, për ta nisur bisedën, sikur se tham, Altax ka bërë një analizë në lidhje me asimetrinë fiskale qendrore të sektorit turistik në vendin tonë dhe bëhet një krahasim mes platformave afat shkurtra të qiradhënies, sikurse është Airbnb apo Booking dhe njëkohësisht platformat ose njësitë akomoduese hoteliere në vendin tonë. Për ta nisur bisedën, çfarë është kjo asimetri fiskale që ekziston në këtë sektor? Atëre, kjo lloj qasje që ne kemi analizuar i merr ato çfarë i duhen si lëndëtar për ta analizuar gjithë fenomenin e asaj çfarë ka lidhje me boshlikun që krijohet nga qasja që ne kemi parë më herët në një studi për turizmin, i cili e ka arritur ridimensionimin e tij ekonomik në 2028 deri në 26.4% të prodhimit të brendshëm bruto, pra kjo do të thotë që turizmi së bashku me industritë e lidhura me të cilat ndikojnë direkt dhe kanë një simbiozë të natyrshme, duhet të reflektojnë në të ardhurat fiskale në rritje, gjë që ne kemi identifikuar tashmë edhe në të dhënat më të fundit të prezantuara nga Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve lidhur me aktivizimin e atyre që kanë të bëjnë kryesisht me akomodimin dhe që janë apo jo të reflektuara në të ardhurat fiskale. Pra, raporti ekzaminon asimetrinë fiskale të sektorit turistik shqiptar në këto lloj qasje, ku evidentohet që 70 deri në 80% e njësirit akomodimit afat shkurtër, pra kryesisht ato që nuk kanë të bëjnë me hoteleri klasike, por me apartamente, villa dhe njësi banimi, nuk janë brenda sistemit tatimor, pra operojnë jashtë sistemit tatimor, duke gjeneruar humbje fiskale, të cilën ne kemi bërë një përllogaritje ka arrijë nga 40 deri në 60 milionë euro në vit. Dhe këtu përfshihen jo vetëm humbjet fiskale të asaj që lidhen me administratën tatimore qendrore apo me Drejtorinë e Përgjithshme, por dhe ato që burojnë për shkak të mos regjistrimit apo mos deklarimit lidhur me taksat lokale vendore. Zoti Gjokutaj, si duhet funksionoj në mendimin tuaj që e njihni shumë mirë kuadrin fiskal në vendin tonë, si duhet mblidhen këto të ardhurat munguara nga ata që zhvillojnë aktivitet në Airbnb dhe në Booking? Duhet të jetë kompania që normalisht është jashtë Shqipërisë, e cila duhet mbledh të ardhurat dhe t'ia kalojë shtetit shqiptar, apo bizneset duhet të regjistrohen në vendin tonë dhe të paguajnë pastaj detyrimet si çdo biznes tjetër? Drejt. Bazuar jo vetëm në të dhënat e prezantuara nga Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve, e cila ka një marrëveshje të themi institucionale midis saj dhe këtyre platformave, por edhe në platforma që i masin direkt prenotimet online dhe ato çfarë arkëtohen, dhe kjo është një platformë tjetër e pavarur nga këto dy platformat që janë Booking dhe Airbnb, dhe sidomos edhe nga të dhënat që na vijnë apo që i analizojnë në instati dhe nga ato çfarë marrin organizatat botërore për turizmin, duke futur në këtë mes edhe një vlerësim teknik të cilin ne kemi bërë që në momentin që doli plani setorial i turizmit i Drejtorisë Përgjithshme, për ta kuptuar më thellësisht dhe më në mënyrë dimensionale atë çfarë do të lidhet me jo vetëm me këto platforma, por me gjithë industrinë e turizmit tërësisht. Dhe raporti identifikon 3 çështje sistemike, duke propozuar edhe një të themi reformim të kësaj qasje, 3 fazore, pra me 3 faza, ku përfshihet edhe të themi ajo që lidhet me mënyrën se si duhet adoptohet një direktive caktuar e Bashkimit Evropian, duke llogaritur në të rast që kostot e buxhetit janë minimale, pra ashtu se kemi bëjmë përshtum me qasje ligjore. Dhe së pari, kemi identifikuar pikërisht boshllëkun ligjor. Kuadri aktual ligjor nuk e konsiderohen platformën si një agent tatimor. Gjë që është e rëndësishme, pra, agent tatimor në këtë rast konsiderojnë Booking, Airbnb dhe platforma të tjera, të cilat nuk kanë as detyrim ligjor shqiptar për të raportuar transaksionet.
qoftë apartamenteve, po qoftë në tërësi të gjitha këtyre aktiviteteve që prenotohen online. Pra, Shqipëria ende në këtë rast, ndryshe nga vendet e bërë, e ka detyrim, por nuk e ka transpozuar direktivet që quhet DAC7, por dhe nuk ka nënshtruar të themi një marrëveshje më formale, më ligjore, si ka vënde të tinje, pavarësisht se ka bërë Greqi dhe Kroaci, duke e lënë në këtë rast sektorin në zonën gri, pra nuk mjafton ato çfarë ka bërë plani sektorial, për ta kohë detyrimin nuk të në detyrim ligjor, dhe nga ana tjetër, duke thënë në detyrim ligjor, kuptohet që organizohen burime, mobilizohen në fonde dhe bëhet një plan në shtunë strukturuar. Nga ana tjetër, një boslik tjetër që ne kemi evidentuar lidhur me këto është bosliku që quhet administrativ, pra ka të bëjë me mënyrën se si administrata për këtij plani çfarë ka bërë, i qasët saj dhe ne nuk kuptojmë në këtë rast vetëm administratën tatimore qendrore, por dhe administratat vendore të cilat vetvete për sektorin e turizmit do të jenë në agendat e brendshme për të mbledhur jo vetëm takset e tyre, por dhe për të evidentuar pikërisht që ne përmendëm zonën gri. Dhe nga ajo çfarë është përmendur në një platformë AirDNA, e cila konsolidon gjitha dhënat e hostëve në Shqipëri, rezulton që 17.225 host, ne përmendëm pak më herët, 70% e tyre nuk janë brenda sistemit tatimor sipas deklarimeve nga tatimet, ku shumica kuptohet janë gjatë kulmit veror, 4 mujorit që tashmë është zgjeruar. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që gjatë verës 2005 edhe deri afër vjeshtës, të themi kontrolli është bërë manual, pra nuk është bërë strukturalisht i tillë që të administrojë sipas riskut, sipas një informacioni më të konsoliduar dhe si një bashkëveprimi me pushtetin vendor. Dhe është i parapërkyeshëm pasi problemet në tërësi të administrimit ende kanë këtë lloj çasti që nuk bazohet katërcifrisht mbi teknologjinë që kanë në dispozicion. Dhe pavarësisht se plani sektorial i turizmit drejtorisë përgjithshme ka monitoruar rezervimet kryesisht në rrugë manuale, që përmendëm, nuk ka një detyrim raportimi, nuk u bë një analizë. Dhe duket se kjo nuk është një qasje që bazohet me një risk të caktuar, por më shumë është një qasje të themi selektive me ato operacionet antiformalitet të cilët vetvete nga një llogari e thjeshtë, nëse mund të bëhet natyrisht që kanë një të themi një firo të madhe. Dhe bosliku i fundit, bosliku i tretë është që lidhet me këtë që sapo përmenda, është bosliku analitik apo transparenca dhe ajo mënyra se si duhet të ketë një bilanc zyrtar për gjithë qasjet, pra që të lidhi mbi të gjitha volumin turistik, ajo që përmendet shpesh dhe me të drejtë nga qeveria si një arritje, me efektivitetin fiskal të sektorit. Pra, sistemi aktual në tërësi math suksesin volumor, pra atë të numrit të vizitorëve, por jo sa është formalizuar kjo si kundërpart i këtij fluksi, nga ato çfarë janë akomodimet të shkurtra, dhe në këtë mes fshihen humbjet reale në shifrat e këtyre rekordeve themi historike, të cilat duhen përshëndetur, por fundit të gjitha ato do të përkthehen në të ardhra fiskale. Dhe nëse ne impulsim një gjeografi të hendekut fiskal apo të boslikut fiskal, natyrisht që Bregdeti mban pjesën kampione, ku 65-70% e këtyre të themi akomodimeve apo të shkurtra janë në këtë zonë, pastaj është Tirana me gjitha të pjesën që ka 20-25% dhe zonat malore të cilat janë aktivizuar kanë një hendek pak më të moderuar. Ndërkohë, zotë Gjokutaj, në kuadër të volumit total që ju përmendet, nëse shohim shifra totale të turizmit, vizitorë janë 12.46 milion, por në anën tjetër ka 7.14 milion net qëndrime. Njëkohësisht, ky sektor është tashmë më i madhi në vend, turistët shpenzuan 5.5 miliardë euro në vitin e kaluar, por në anën tjetër edhe kontributin në prodhimin e brendshëm bruto i sektorit turizmit ka shkuar në mbi 26%. Mos duhet fillimisht të sqarojmë realisht shifrat dhe pastaj i bëjmë llogaritë më të sakta, sepse thjesht nëse shohim 12.46 milion vizitor dhe 7.14 milion net qëndrime, i bie që një pjesë e mirë e tyre mos të kenë fjetur fare këtu.
Po kjo është gjetje me vend të themi ajo çfarë ju përmendni, pasi në momentin kur statistikat ende nuk janë të tilla që të jenë të konsoliduara dhe që duhet të nga institucionet shtetërore dhe më së shumti, kjo i takon si përgjegjësi Ministrisë së Turizmit, një nga pasi ajo është ministri që ka dhe kulturën dhe sportet brenda, me qëllimin që të kthehet në një pikë fokale e statistikave apo disa indekseve bazë ku të referohen të gjitha pastaj ato çfarë janë politika, jo vetëm fiskale, pra tatimore, por dhe politika të tjera zhvillimore që kanë të bëjnë me mënyrën se si qasen këtij sektori, jo thjesht për formalizim, por për të kaluar nga rritja volumore në një rritje cilësore. Dhe ne kemi propozuar në aspektin fiskal, përtej kësaj statistikat, dhe unë përmenda pak më herët, duhet të lidhet ajo çfarë ka të bëjë me impaktin e ekonomi formale dhe informale me kontributin fiskal. Ne kemi përmendur në këtë analizë që kemi bërë të detajuar, të cilën ua kemi prezantuar dhe institucioneve respektive, dhe për hir të vërtetës ne kemi pasur reagim vetëm nga Ministria e Turizmit dhe çuditërisht as nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, as nga Ministria e Financave, të cilët duhet të jenë të interesuara të paktën në mungesë të publikimeve që të bëjnë zyrtare, edhe pse ato bëjnë llogaritjet e tyre. Pra, ajo çfarë ne kemi prezantuar është një qasje me 3 faza. Ku së pari të bëhet ajo çfarë ju përmendët, pra një konsolidim i të dhënave në rang institucionesh, në mënyrë të tillë që mbi to pastaj të referohet ajo çfarë u përmenda pak më herët dhe që është detyrim. Raportimi i detyrueshëm. Dhe raportimi i detyrueshëm natyrisht ka modele të cilat mund të zbatohen pasi të analizohen dhe të shterojnë në një diskutim gjithëpërfshirës, me qëllimin që mbi këtë bazë pastaj të bëhen llogaritjet fiskale pa i hyrë atyre çfarë mund të lidhen me kostot, të cilat në këtë rast janë minimale, pasi më shumë janë adaptime ligjore se sa efekte të themi në buxhetin e shtetit. Ju do të mbajtje në burim të tatimit. Natyrisht që kur flasim për agjent tatimor, ajo lidhet me mbajtjen në burim, dhe kjo është rruga që kanë zgjedhur vendet që tashmë janë pararoj apo të themi duhen marrë shembull nga Shqipëria, ku në vend të parë qëndron Greqia, në vend të dytë qëndron Kroacia, të cilët aplikojnë pikërisht atë që përmenda më herët, përveç adaptimit të detyrueshëm të direktivës së Bashkimit Evropian, edhe trajtimi si agent tatimor dhe natyrisht kostot janë të vogla kur ke të bësh me agent, pasi në një mënyrë të caktuar e administron më mirë gjithë të dhe natyrisht të gjitha këto ne i llogarisim me disa të ardhura vjetore shtesë, të cilat në rastin më të mirë do të ishin nga 25 deri në 40 milionë euro në vit, duke e reduktuar rendekun fiskal në mënyrë të ndjeshme, pasi në momentin që aktivizohet pikërisht kjo ekonomia online, po e quaj online në kuptimin figurativ, natyrisht që ulen dhe kostot. Zoti Gjokutaj, kalojmë tek një tjetër çështje në lidhje me indeksin Altax të fiskalitetit, është publikuar për herë të parë dhe synon njëkohësisht të jetë një vëzhgues apo një observator i gjithçka që ka të bëjë me fiskalen në vendin tonë. 3 janë dimensionet themelore: presioni mbi tatim paguesit, qëndrueshmëria makrofiskale dhe drejtësia strukturore. Çfarë është më gjërësisht, më në detaje ky indeks? Dhe ju falenderoj për konsideratën për këtë indeks, i cili në vetë prezantohet për herë të parë, edhe pse ne tashmë kemi bërë publike edhe në institucione kombëtare dhe ndërkombëtare, me qëllim që kjo të shërbejë në një bashkëpunim të përgjithshëm për të matur, ju e përmendëm me të drejtë si një barometër fiskal, atë çfarë ka të bëjë me shëndetin e sistemit jo vetëm tatimor, por një nga ato çfarë janë komponent është dhe qëndrueshmëria fiskale, e cila ka të bëjë pikërisht me kuadrin makro, pra me borxhin publik, me pjesën e deficitit buxhetor, të cilat dashur pa dashur ndikojnë kryesisht në atë çfarë ndërmerr administrata tatimore për të plotësuar ato detyrime ligjore të saj që ka. Janë në konsiderat të këtij treguesi, të këtij indeksi 42 të themi të dhëna primare nga burime zyrtare si Ministria e Financave me ato çfarë publikon si statistika, nga Drejtoria e Përgjithshme, nga ajo çfarë ka lidhje me Instatin, ajo çfarë publikojnë parashikime dhe të themi vëzhgime Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, por dhe pse jo edhe institucione të tilla që vlerësojnë të themi riskun kreditor të Shqipërisë, si Standard & Poor's dhe Moody. Të gjitha këto së bashku sintetizojnë ato tregues që ju përmendët, pra 3 kolona,
presioni fiskal, i cili ka një peshë gati 1/3 në këtë vlerësim të këtij indeksi, në qëndrueshmërinë makrofiskale i cili përfshin pikërisht ato treguesit makro të buxhetit të shtetit, dhe i tjetri ka të bëjë me drejtësinë shpërndarëse, ku ka të bëjë me efikasitetin e administratës, dhe kjo është pika më e rëndësishme në kuptimin e brendshëm, por dhe drejtësinë tatimore, të cilën e kemi diskutuar shumë herë së bashku. Dhe natyrisht nuk shërben thjesht për prezantim të një situate të momentit për vitin fiskal, por duhet të shërbejë, mendojmë ne, edhe vendimarrësve, por dhe organizatave të biznesit, institucioneve, dhe si një objekt diskutimi, edhe një prag i pavarur i bazuar në evidencë dhe në një metodologji dhe formull të përcaktuar. Natyrisht që për vitin 2025, duke qenë viti parë, ne kemi marrë të krahasueshëm me vitin 2024 dhe ky indeks qëndron në nivelin 64.3% apo 64.3 në 100 pikë maksimale. Dhe është me një rritje 2.4 pikë më shumë se sa viti 2024, i cili është marrë për të bërë të krahasim. Dhe natyrisht ky konsiderohet në atë vlerësimin e përgjithshëm si një kategori mesatare. Pra, është vetëm 0.7 pikë nën atë pragun që të quhet i pranueshëm, çfarë tregon që të tre ato treguesit së bashku nuk kanë ecur paralelisht, por ajo çfarë e mban në më së shumti peng treguesin të bëhet i pranueshëm, pra të jetë i tillë që të jetë në mesataren e vendeve të rajonit. Vendet të rajonit e kanë parasysh këtu edhe Kroacinë dhe më gjerë se sa vetëm Ballkani Perëndimor, është efikasiteti dhe drejtësia fiskale, të cilët në një farë mënyre konsiderohet që ka një sukses në administrimin apo në shëndetin fiskal, por ky është i kushtëzuar pikërisht jo nga arkëtimet buxhetore, por nga ajo çfarë unë përmenda pak më herët. Zotë Gjokutaj, nëse marrim dimensionin e parë, presionin mbi tatim paguesit, padyshim që administrata tatimore ka rritur performancën në vitet e fundit, edhe në 2025-ën, që referohet indeksi, dhe kjo është reflektuar edhe tek të ardhurat totale, që kanë arritur në rreth 754 miliard lek. Por në bazë të gjetjeve, por njëkohësisht edhe në bazë të perceptimit tuaj, por shtrëngojnë më shumë ata tatim pagues që kanë vjuar të paguajnë, apo është zgjeruar baza, pra realisht ka pasur nga ata që nuk paguanin dhe tashmë janë bërë pjesë e skemës. Atëherë, presioni fiskal apo ai që konsiderohet si një element i cili ka të bëjë me rritjen e të ardhurave nëpërmjet zbatimit të ligjit, pra është ajo çfarë ju përmendët pak më herët, ka të bëjë pastaj me drejtësinë fiskale dhe efikasitetin e punës administratës. Por ky ka të bëjë më së shumti me zbatimin e ligjit, duke analizuar pikërisht se sa kanë mbledhur me këtë kuadër ligjor, me këto norma tatimore pa ushtuar taksat e reja. Dhe natyrisht ka ndikuar qoftë ajo që kemi një formalizim të pjesën kryesisht në tregun e punës, pra barra e punës është rritur qarshia e saj të kapitalit, se ne ta trajtojmë te treguesi i tretë, por nga ana tjetër edhe të dhemi intensifikimi të ardhurave nga diva, e cila tashmë po kthehet në një instrument fiskal të ardhurash, jo minimal, jo modest, por ka një përfshirje më të madhe si një bazë dhe përtej parashikimeve që ishin 200.000 dhe që ndoshta me kalimin e pak kohëve do të afrohet, pasi nuk ka arritur ky objektiv i administratës tatimore. Ne konsiderojmë që në forma të ndryshme ky objektiv është arritur pasi shumë tatime mbiten edhe gjatë vitit dhe nuk ka të bëjë thjesht me momentin është deklaruar apo jo në formatin zyrtar. Pra, ajo çfarë ka të bëjë me atë që i takon këtij indeksi pa presionit fiskal ka të bëjë se sa janë arkëtuar dhe arkëtimet janë arritur. Kryesisht përmjet atyre çfarë kanë të bëjnë me arkëtime nga formalizimi i punës, pjesa tjetër pra rritja ka ardhur edhe nga taksat e konsumit, pra kryesisht TVSH por dhe akciza, dhe një pjesë pastaj ka ardhur nga tatimi fitimit i cili është më minor dhe tregon atë pabarazinë se ku janë marrë apo ku është ushtruar më fort ajo çfarë është zbatueshmëria e ligjit. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht vetëm me evazionin, por ka të bëjë me mënyrën se si ka performuar ekonomia dhe duhet parë pastaj në analizën e shpërndarjes së barrës fiskale. Zotë Gjokutaj, në lidhje me qëndrueshmërinë makrofiskale, me sa duket paktën në vitet e fundit, kemi të bëjmë me një qëndrueshmëri politikave, jo si më përpara që premtoi se nuk do ndryshonin politikat fiskale dhe në buxhetin, në paketën fiskale të vitit pasardhës
ndryshonin sërish. Mund themi tashmë që kemi arritur një stabilitet në këtë aspekt? Po padyshim, është arritur stabilitet tashmë i verifikuar dhe vlerësuar nga disa institucione në mënyrë të pavarur, ku së pari për sa i përket borxhit publik dhe riskut të kreditimit të Shqipërisë është shprehur Moody dhe më vonë edhe Standard & Poor's, duke e mbajtur Shqipërinë të qëndrueshme në ato kategoritë e tyre që e heqin nga ajo risk spekulativ i kapitalit. Por ende Shqipëria përveç qëndrueshmërisë nuk ka garantuar dot të arrijë atë nivel që Serbia tashmë e ka kaluar për të qenë një vend i besueshëm dhe i tillë që investimet të jenë të garantuara në mënyrë të qëndrueshme. Dhe kjo duhet të jetë sfida për 2026, ndoshta edhe 2027, pasi është diçka që lidhet me një reformim të përgjithshëm. Për sa i përket borxhit publik, i vlerësuar tashmë nga institucionet si Fondi Monetar, por edhe Banka Botërore, natyrisht që ka një rënje të dukshme, e tillë që vjen në raport me atë çfarë mund të masim me një dekadë përpara, edhe se ka pasur oscilacione për shkak të krizës pandemisë dhe krizës inflacionit, natyrisht që vlen për të përshëndetur dhe është një tregues që është një pikë historike e konsolidimit të borxhit dhe ka të bëjë pikërisht me qëndrueshmërinë makrofiskale. Tregues të tjerë që kanë të bëjnë me atë çfarë prezantua para disa ditësh nga Banka e Shqipërisë në bilancin e pagesave, dhe këtu kemi të bëjmë me investimet e huaja, kemi të bëjmë me pjesën se si kemi pjesën e, të themi, jo thjesht të hyrjeve valutore, por të asaj që ka të bëjë me rezervat valutore. Pra, Banka e Shqipërisë i ka rritur rezervat valutore në mënyrë rekord nga 6.26 miliard euro në 7.3 miliard euro, gjë që tregon jo vetëm thjesht atë çfarë lidhet me ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë për të rritur rezervat e saj, por edhe për një përmirësim në përgjithësi të shëndetit makroekonomik, edhe pse ky ngelet në ato nivele që Shqipëria nuk mundet dot të jetë rezistente për shumë kohë si vende të tjera, këtu fosim Serbinë apo Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë një shëndet më të mirë në aspektin makrofiskal. Por në tërësi, ky është shtylla më e fortë e asaj çfarë ne kemi matur, edhe pse meriton analizat e detajuara që ky indeks nuk i kanë në vëmendjen e tij për të parë burimin e mënyrës se si financohet borxhi, për të parë mënyrën se si ky është i konsoliduar dhe qasin që ka të themi ajo aspekti monetar lidhur me mënyrën se si paraja fizike prevalon në raport me paranë që duhet të jetë para e monitoruar në banka. Zotë Gjokutaj, edhe një pyetje të fundit, në lidhje me drejtësinë fiskale apo drejtësinë strukturore, në raport, në studim thuhet që mund të jetë realisht sfidë e vërtet. Si mund të përmirësohet ky tregues? Po komponenti më i dobët dhe që ka ndikuar në atë çfarë neve e përmendëm më herët te indeksi i përgjithshëm, pra indeksi taksi fiskalitetit, është pikërisht efikasiteti dhe drejtësia. Pra është komponenti i dobët qoftë për mënyrën se si është shpërndarë në tërësi ajo çfarë quhet administrim tatimor, por sidomos për vitin 2025, por dhe 2026 në risku i paqes fiskale, i cili përmendur më herët në shumë media, por edhe nga shumë analiza, mund të kthehet i tillë që të çedoj gjithë atë çfarë është arritur të themi si qëndrueshmëri në administrim, dhe nga ana tjetër ka rrisje për sa i përket asaj çfarë Shqipëria rrezikohet në aspektin e hyrjes së një paraje e cila është e pakontrolluar, nga burimet të dyshimta dhe nga ato çfarë e bën shëndetin e administratës tatimore të kushtëzuar. Pra, momentin që këto nuk do të monitorohen dhe ne problemin më të madh në administrim të përgjithësi publik, por dhe administrim fiskal, kemi transparencën e cila nuk është e tillë që të justifikojë atë çfarë ka stadi i administrimit, por nga ana tjetër edhe llogaridhënien e cila vetvete mbart në vetvete shumë problematika që nuk deklarohen dhe nuk raportohen, duke nisur nga mënyra se si zbatohet legjislacioni secilës takse tatim, por dhe nga mënyra se si harmonizohen institucionet me njëri tjetrën, pa harruar pastaj taksën e korrupsionit, e cila vetvete ka një rrezik të shtruar nga viti në vit, edhe pse bëhen përpjekje të tilla që këtë efikasitet ta monitorojnë në forma të ndryshme. Natyrisht që institucioni, jo vetëm tatimet, doganat, po dhe agjencia
inteligjencës financiare dhe agjencitë të lidhura me të i kanë mundësitë nëpërmjet përdorimit të analizave të rrezikut institucionale të harmonizojnë dhe të kenë një tjetër efikasitet dhe një tjetër drejtësi. Por ajo çfarë ka penguar deri më sot të ketë një rritje të këtij është pikërisht edhe mënyra se si politika e ka prevaluar themi administrimin, nuk ka qenë gjithmonë në sinkron apo në qasjen për të ecur përpara dhe problematika e asaj çfarë ka të bëjë me riskun e paqes fiskale është më kryesorja që e dikton këtë përtej asaj që para fiskale e përmendëm më herët, nuk është e shpërndarë drejt dhe natyrisht është rënduar më shumë puna dhe më pak kapitali dhe kjo ka prur problematika në mënyrën se si qaset edhe bizneset apo të themi gjithë kapitali i Shqipërisë. Zotë Gjokutaj, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar.